Zoti Kujtim, ne vim për rastin e vllajt tuaj, Nazmi Veseli, I cili, sipas asaj që kemi mësuar, është vetë vrarë para pak ditësh në varrezat e Shëna Blashit. Thuhet si pasojë e tronditjes së thellë psikologjike për shkak të humbjes së banesës së tij, të cilën, siç ka dalë dhe në media në vitin 2022, thuhet se ju ja keni marrë nëpërmjet një prokure nëpërmjet mashtrimit, kur ai ka qenë në burg, dhe ja keni përvecuar shtëpinë. Duke qenë se është një ngjarje e rëndë kjo që ka ndodhur. Pas kësaj ngjarje ka ndodhur që djali juaj sot është në burg, djali ma, Abdurrahman, I cili ka marrë pjesë në varrimin e Xhoxhait dhe është përleshur me djalin e hallës. Po, me djalin e hallës vet. Ne ishim të dyja hallat atje dhe ata ai e ngacmoi. Tani do të dokumentuar. Është e dokumentuar. Të lutem, çfarë ka ndodhur me vllain tënd dhe cila është e vërteta sipas versionit tuaj të vërtetës në raport me marrjen e shtëpisë? Tani unë do të tregoj vetëm të vërtetën. Edhe nëse në fjalët e mia del një gënjeshtër, unë jam gati të vuaj dënimin për një dëshmi të rënë. E para. Kjo historia e kësaj shtëpisë ka nisur kështu. Në 1991, si gjithë shqiptarët, ikëm në Itali. Unë e gjithë vllain. Vllai im iku me gjithë gruan e parë, e theksoj me gruan e parë, që me gruan e parë ky ka 3 fëmijë, ka 2 vajzë, ka 1 djalë. Kurse me këtë dytën, që mori në Itali, me Adelinën, ka një vajzë edhe një djalë, djali bëri aksident, siç ka vdekur. Tani, se u tha që ju keni marrë shtëpinë e djalit vdekur. Dale, po ta shpjegoj. Tani, kur ikëm unë me gjithë vajin tim, me gjithë njerkun, ikëm të 3 në Itali. Unë ika vetëm, ky ikëm me gruan me 2 fëmijët, vllai, ky që vdiq, edhe ikëm edhe njerku të 3. Me po unë për shkaqe që nuk ndajta ato, si të kthyen shumë shqiptarë, ndajta 1 muaj dhe erdha. Erdha unë këtu. Ku erdha këtu unë, u hap edhe një herë, nëse e mban mend, po aty në gusht. Se u hap një në mars, edhe një herë në gusht. Kur u hap në gusht, nga halli, thash po iki prapë, ika me gjithë gruan. Unë kisha edhe djalin e madh, Abdurrahman, ai që është në burg sot. Kisha një vajzën e vogël e cila më vdiq ku erdha në burg. Po flasim për vitet 90, ëh? Po, për vitet 90-91 që unë nis. Duhet ta nxjerr shkakun e kësaj shtëpie si ishte historia. Po. Mirë po, ikëm në Itali neve, na mbyllën në stadium atëherë, torturma, siç dihet. Edhe çova unë atë edhe nënën time në Itali. Biles kam bujë atëherë këtu në port, se u mbusha Elania Vlora atëherë u bë, kam gjetur në ato cimat që kanë dhe litarët, edhe me gjithë nënën deshmaran dhe vujtan, thënë drejt, e çova, se kisha hallë se ishte njerku atje. Ai as na e varë, si mori atë ai edhe na lanë stadium. Nëna juaj ka qenë është martuar për shtëpi. Në çfarë viti është martuar për shtëpi? Për shtëpi nëna ime është martuar në 74. Dhe ka pas fëmijë? Pati një djalë, ai e ka ndruar jetë ure. Çfarë viti është? Ai ka vdekur në 70, në 80. 80. Ka qenë i vogël. Okej. Tani kthehemi prapë. Ju I ndihmuat për të vajt në Itali, nënën dhe vllajin, ëh? Edhe vllai me vllajin neve ikëm në Fejish në prill. Në gusht, pastaj çova nënën unë që do ti bashkoja. Jo, njerku ishte. Ishte këtu. Ishte, ai më kërkoi, më tha, nisë tjetër. Ai mori nënën la aty në stadium. Vuaj me bën sa edhe si përfundim na kthyen atë kthyen. Çfarë ndodhi tani me këtë pronë? Tani me këtë diskutimi dhe kush është prona konfliktit? Me këtë pronë këtu. Unë Kjo është prona të cilën pretendohet, kjo është shtëpia të cilën Nazmiu pretendohet që është e tij. Ta them unë të historinë. Kur ikëm neve kur i kanë atje në Gusum, nëna ime shiti gjithë të tokën që kishte këtu. Gjitur, është shtëpi tjetër, ëh? Është shtëpi tjetër, janë ca. Okej. Që morin gjithë. Okej. E morën gjithë ata, ka shitur
për një shumë... Përse e shiti në ajo? Kot, vetëm se i thosë se i shite se... Kush i thosë? I thosë njerëku nga... Shite se ç'ke ti, nuk thehemi më në herë. Okej. Nuk thehemi më. E shite jo, pjesë e vetë. Nëna. Kur erdhën këta që në matën tokat, që do të ashe se unë jam ekzistus, po neve na ishte ndryshe kjo punë jam. Unë jam ekzistus, se unë këtu kam pasu se kam lërë, se për 6 vjeç kam ardhur. Nga keni ardhur? Ne kemi ardhur nga plazhi, nëse e dini për masakrën që bon atëherë në 66 që na hoqim me dhunë nga plazhi ne atëherë. Shumë. Nuk e di. Erdhëm me gjithë biles babai këtu, rrëti 5 vjet. Ne era sa 66. Ja i ri babai. I ri 51 vjeç. Pastaj edhe përfundimisht kjo toka. Erdhën matën. Kush i matën? Erdhën këta të komunës. Nuk e di sa ishin të atëherë, po matën ne që ishim ekzistus. Dhe se këtu neve nuk kemi pas ta pikon e Rozës. Okej. Edhe erdhën këta matën ekzistusët. Okej. Që ne që jemi ekzistusët. Edhe matën, edhe më thonë këtë tokë ti tha. Sa tokë? Tu kam po janë rreth 270 metra, po s'u një lloj, aty janë 280, 270 diçka e tillë. Po 500 sa metra në gjithsej. Në këtë vend këtu, thashëm e mora unë edhe nga ajo që vllamu, si do jetë, thashë ku sa leje. Nazmin, po. Thashë ti Nazmin kur rindën ndërkohë. Ishte në Itali. Ishte në Itali. Okej. Edhe në këtë tokën këtu tash nga gjynafi që thonë se nga ajo që e kam vlla. Po. I thashëm gjysëm thashëm ti, gjysëm unë. Edhe bileza e ku erdhi kjo e shoqja kjo e dyta, se tjera hapën në Itali, Adelina. Adelina që të di, që ta dish edhe atë që thot kjo që... Kur është ndarë me gruën e parë dhe kur ka ardhur Adelina? Ja ta them unë. Vajta në Itali atëherë, ky ishte me gruën e parë, në 94, 95, çka tillë. Edhe ishte me gruën e parë. Mua të partën vite keq të them drejtën. Nuk ishte njeriu keq, po tash çfarë ndodhi? Kur isha në Itali, kjo Adelina erdhi nga Gjermania. Kjo është nga Borrelli. Ishte në shkollë. I japi asaj ishte zotni burr, them drejtën. Kurse ajo ma edhe kjo tash erdhi nga Gjermania, edhe gjithë në shtëpi në Itali, ku ishte vllajim, kishte edhe një janë nga Sukti, këta gruaja e këtij nga Sukti, kishte motor këtë Adelinën. Edhe erdhi kjo motor vetë kjo, nga Gjermania erdhi në Itali. Erdhi në Itali u qep këtit. Më fal, në fakt e kishte ajo gruaja e parë se nuk lihet burri pa punë në shtëpi. Le pa punë në shtëpi, gjithë ditën ajo ka motra aty. Takohet të dy njëra tjetrën, e zaktoi ajo. Dhe Nazmi është ndarë me gruan e parë për shkakun e kësaj. Edhe mbasi sa jam lutur atëherë. Po çka kemur ti thonë, po le se ti ke 3 kalamaj me këtë. Po si keni pas marrëdhëniet? Jo, mirë. Atëherë kam kur nisi konflikti? Konflikti nisi që kur ka filluar me të gruan e dytë. Kjo ishte Borrell po. Edhe e luta atëherë nuk e la atë me 3 fëmijë në mes Italisë, edhe praktisi atje kjo Adelina e bëm në fakt fa ishte edhe i nënës që e mashtronte këtë botë çket pjesë nëna ime e bëm. Se e mashtronte? E mashtronte gjëra sikur unë do të mbaje, do të bëje, ato kësaj më ishte mjestre për atë punë. Përfundimisht iku me shpjegi, iku me këtë, rrinte ca... Në Itali. Ndërkohë ja kishe dhënë tokën këtu? Tani toka këtu. Tokën ja dha, ja kisha dhonën, po ta pja u vonu, unë se dia fare kur që po ta pja. Kur ishte? Pagujtëm atëherë në atë kohë... Ja ke falje, e ke bo me letra faljen e... Jo falje. Që i ke bo? Jo falje. Kur u bëm të dyja, si që thash, si që mora tokën, 500 metra. Këtë tokën këtu, i thash ati. Po. Thashu, kjo tokë këtu është e vllajti. Po, e shkrujtje? E shkrujtje, unë të thash edhe herë, unë të shtëpi nuk e doja ma. Okej, kur ka fillu ndërtohet kjo shtëpi? Ti po ndërtohet shtëpi? Jo, prit të thasun. Ne kemi atë shtëpinë tjetër aty, atë kemi pas. Ngjitur me këtë? Jo, ngjitur me atë është bërë e reja. Shifte si. Nëse doni një histori kësaj shtëpie. Po. Kjo shtëpi
kjo shtëpi është ndërtuar mrapa se njerëku im pësoj një aksident në Itali. Ti vetë shtëpinë e vjetër. Po, atë do të shpjegoj. Tani, unë kisha shtëpinë e vjetër aty, kur unë ndërtua kjo shtëpi. Ky vjerri, si thash, ky njerëku të vjerri, bëni një aksident në Itali edhe vite se këputi një kamë. Në qa vitesh? Në vitet në 97, 98. Edhe i doli një pagë e madhe ati se ishe gjatë punës. Për puna, po vinte nuk e majmen. Edhe mori shumë të madhe me kohën në 97-ën, këti i ranë për të marrë 750 milion lireta. Atë kohë. Ka dhe 1 miliard, në atë kohë këtit. Edhe sa e luta atëre, pa hajtë me thoi, unë fusim punë të lekë, të bëjmë në lekë, zdojnë të kurre, ba me bëjmë. Se këtë qeni njerë ku, asë njerë nuk do. Për mu e palavra dhe gjithmonë të do njerë ku, edhe njerë nuk. Edhe dhe kam fjallë. Qa ndodhi pas? Edhe priti. Erdi këtu kërë. Mi po, tokën unë e ka pa të dhonë këtit. Nuk ndërhja dhe, biles e të tokën këtu. Ndërtoj shpinaj. Ndërtoj njerëku? Njerëku. Këtë shpinë, këtu e ka ndërtu njerëku? Këtu e ka ndërtu njerëku dhe nuk e lonë as topi të pytet gjithë lagja. Po? Pytet gjithë lagja. Si e ka njërë njerëku? Njazi Gera. Edhe, ku i gjeti lekët këy, por... Nazmiu. Nazmiu. Ka dhënë kontribut? As si dhe kontribut s'ka punu. Si e ka përfituar e i këtë shpi? Po si e përfituar për të them unë. Edhe, përfundimisht, u bë shtëpia. E ndërtuan shtëpinë ata. E përzumë biles, kam edhe këtë gjyqin që bërë gjyqin me të që hoqin nga shtëpia. Kush? Nana ime. A i të që rrinte lartë... Kush rrinte lartë? Rrinte njerëku me gjithë. Rrinte lartë. Nazmiu ku rrinte? Nazmiu rrinte të poshtë. Edhe u zunë e u bonë atëre, e përzunë i ka nga shtëpia, i këtë me gjithë te... E përzunë Nazmiu në ata? Ata, e kam edhe me... Është e provuar? Po, e kam me flitë qyshi. Edhe i të di, e përzunë atëre, se që ma shtojë, se që boni ky, punë atit po. Kur i kënë Itali këta, vjen ai njerëku me gjithë nanën, netën thua, vëdhe një vitë që sa netën. Qa vitesh? Nuk dojnë t'i në tani, kota fundit, 2015, 2016, në sajtë. Edhe këta, të si, erdhën këtu, ky zboni, i merë të si këta, të dy, një minutë, se të vejta. Ky vdiq. Vdiq njerëku? Njëziu, vdiq jaj. Qa vitesh? Ajo e ka vdek në 2017, diçka aty, gjendet ajo. Edhe vdiq ky, letët i kaluar nënës. Po, të gjithë pasuria ati, kishte shumë? Aji kishte 200.000 euro. Okej, në llogari bankare. Ati apo këtu? Ati në Itali. Okej. A këtu duhet të sjaroj mirë të punë. Ky, njerëku, ja la dhe më thënë nënës. Ja la dhe në Italia, a i ligjës, dhe burë e le grosë. Nënën të shikys bëri. Ja la me testament? Një minutë të shikys, ta të regojnë në testament, se e do kanë telefonë. Njerëku ja ka lë me testament, apo me trashëgimit? Trashëgimit, i lekët ishin e mërsaj, edhe që kur vati ky, s'pati probleme kjo që. Para kësaj, motra ime, që është në Itali, bukurie ka jo, e mori nënën, në Itali, se ngelli vetëm, e mori e mante atje. Kjo është në Askulli, me shtëpi. Mori nënën, kjo e majtë atje, mi pa unë nuk i bërë rëndësi. Thashun, për desa pa e mbanë, le ti mbaj edhe lekët, kokë të shime, aja pa e mbante. Edhe nuk bërë Allah e fare. Me atë unë, aja majtë sa kokë, që bëri kjo nësë kjo? Aja të që kështë marrë lekët e nënës, e nuk e di, kështë futur në aksionën të uzina një uzin fjatës, ati këtu... Kush? Motra. Edhe unë nuk, gjysën fjallë nuk i kam thënë. I thashë, bëj sa duash, për dhe që pa e mbanë... Ndërkohë të shpinë kush e mbanë në asmi? Këtu të shi, ishtë nëna gjallë. Okej, kur hiku nëna nga këtu? Një minut pra, të shtjelojnë. Edhe, kjo shbëri të shi. Nëna ishte me diabet. Kjo shbëri, bëri plan
Ish gruan, se ish gruaja, se e kështë 10 vjetë, gati ndam atë. Me Adelinën. Me Adelinën. Edhe ç'bëri ky, një të vartë ky mori nënën, një të vartë në Itali, se çka një avokata një Franco Zonfoli, që e kanë mik shtëpi ata, nuk e di, edhe i kanë të regjistruar edhe Franco sa dish, i kanë si telefon. Po. Edhe i kanë të regjistruar edhe këto. Ç'bën ky, merr nënën, shkon në Itali, se qa bon, se qa ngatron atje me atë, i vajti kësaj motrës time në Askolli ku ishte, e ke mashtruar nënën atje, ja ke marrë lekët, ba me bom, i qoj policin, edhe kjo avokati kjo i boni namin kjo Itali. Dhe përfundimisht ja mori lekët nga banka, motrës, kjo zotnia që vdiq. Edhe mirë ja mori, po pse edhe i shgruas, po të se ka shgruas, shtire ka ajo të shi, ati ishin 200.000 euro, kur i ka marrë, se i të rojshin dhe pasi shukën, pasi vdiq njerë, po shkonte nëna të rishte, e mashtroni të verë firmën të mërë, kishin ngellu i 162.000 euro, i kam të dokumentuara, 162.000 euro, i kam të dokumentuara, edhe fjale që ka folë me të shoqen kjo zotëria që vdiq, që ti unë t'i thash lekët mirë besim, ti më po s'pom një lek, ajo thot unë lek nuk t'jap do të... I kam të regjistruar. Po ju ku hyni ju? 1 minut pra. Në këtë marrëdhënie me 5 minutë... Priti. Tashti unë jam djalin, më takon diçka... Je djali madh? Po. Okej. A më takon diçka nga të lekët nënës? A ndo ndahen barabartë të mos e diq nëna? Nëna dhe sa rroj? Nëna rrojti edhe ja 4 vjetë mos e diq ky njerku. Mbasi Marrin lekët nënës atje, ja i mashtruan, se ajo ishte pa shkollë. Ai nuk dinte as sekondar se zonte. 91 vjeçë më që vdiq. Nuk dinte as sekondar se zonte. Se lekët kaluan, ju e keni provuar që lekët e nënës tuaj kanë kaluar tek llogaria Adelina Likmeta. Po. I kam të gjitha në telefon. Po deshe, tani si kanë kaluar? Ka bërë shpërfur? Jo. Vajtën ta i morën lekët si që të thash. Po si ja morën se? Me vullnetin e të nënës? Po ka firmosa, ku t'i gjohën se qa firmosa ta aja mërë burë. Të unë e di që kur bënë i testament në i gjë që ku të lekët shu, do të jetë një doktor, apo ja, do të jetë noteri, do të jetë një avokat. Jo, absolutisht, s'kone fare. Nëna, absolutisht. Si ka firmos kur s'ka? Po ku t'i gjohën se qa firmos s'ka bënë mërë burë. Ajo firma të nuk është asaj. E ke provuar? Unë që të provoj, vetëm po e provohet ju të shi. Unë për vetën time, me sa e pash, ajo nuk dine shkull e fare. U morën lekët dhe sa ja morën lekët në asaj në motrës, i futën një 30.000 euro që gjobë asaj, që e kështë sekuestruar ajo që e nënën time dhe kështë marrë lekët, që ajo ishte pa faj, pa themun. Në këtë kohë të shi, më baruan, kjo ishte u s'dije gjë fare, ishte marrë lekët. Tu në të shpi kush rrinte? Tani këtu ju thash edhe një këtu rrinte nëna. Jo, kur iku nëna, kush rrinte? Jo, erdhi, prapa jo. Aja ta fsaj qonë në Itali dhe erdhi. Gjatë kohë si ishte me në Itali, kush rrinte? Nëna rrinte po e mandë derën mbyllur. Okej. Nëna ishte. Nuk jetonit ju? Jo, këtu jamër. Unë kisha shpinë time. Për shpinë tjetër, e kam ndërtuar në bas pak, para, se të është në bas pak kësaj shpije, që të bërë shpije tjetër. Kjo të tjetë ndërtuar që vitesh, 2010, 2015? 2014, ti ku këto vite, nuk e mbajnë më të mirë. Ishte legalizuar si shtëpi kjo? Po. Ishte legalizuar, në emër të? Kjo ishte në emër të Nazmiut. Vesi. Mirë po, nëna të shi, nga që s'dinte, se qa kështë firmosë, edhe i kështë ngellur vetëm një pjesë pje 30 metra katrora, këtu, lartë, pjesa lartë, se këtu rrinde aji. Edhe të kam fjallën, aji basi bëri këto veprime që thash, që i mori lekët. U varos nëna? Prit një minutë, s'ka vdekar, koma, kur aji vdish pritit, edhe historinë në dekës. Erdi, kur i bëri që të veprime ki, të rëgjë lekën nga banga, edhe kësaj, në mirë besim. Zonjës Adelin, që në hiqe atje si kur ishe bërë helmët me Eni Çobanin. Se edhe për Eni Çobanin kam shumë ankesa. Po pse kjo ankesa? Kam shumë ankesa për atë. Po mirë, do kalujmë pastaj atë, po trego pak për. Edhe... Nëna jote rroj dhe ca vite dhe ndroj jetë? Erdi këtu,
tash i bëri këto punë që thash dha lekët atje. Po. Njëri pa shkollë, njëri pa ashtu. Po. Edhe më zon, s'ka problem. Ato janë lekët e kujt? 100 që ka marr, i ka tërheq. Tërheq ata ande. Edhe dhe pastaj çka ka ndodhur? Këto mbasi ja rrëmbyen lekët nënës, këta. Erdhi e solli në shtëpi. Po. Ai në atë kohë që janë marrë lekët, ka qenë ndarë atë me liq, me Adelinën. Po. Të po e nënvizoj. Po mirë, si ja kanë marrë lekët me dhurim, si ja kanë? Jo, testament nuk ka dhënë nëna ime. Po dhurim. Pse? Jo. Me ç'lloj forme kanë kaluar. 1 minutë për këtë. Po. Nuk e di formën që kanë nxjerrë ai avokati. Ai Franco, se ça lloj nuk ka ashtu. Po vllai djali im Abdulrahmani, që është tani brenda tani. I shkruajti një në internet, në WhatsApp, i shkruajti një, i nderuar, tha, ka mundësi të më jepni një, ashtu, një shkruajti avokati, një fotokopje të atit testamenti që keni ashtu ju. Nuk e di, thotë, se çfarë po flisni. Unë nuk, e kam të shkruar këtë, nuk flas kot. E ka përgjigjen e avokatit. Kur hyt ju në lojë? Tani, erdhi këtu ai. Ishte koha Covidit. Erdhën këto atëherë këtu. Edhe mirë, po nuk para lëvizin njerëz atëherë, siç e dini. 2020. 2020. Edhe i thashun këtit, një gjë thashun këtit, vllajt. Unë thashun nga kjo shtëpi thashun nuk do asnjë gjë thashun. Kjo shtëpia nanës tonë thashun ti ta gëzosh. I thash vllajt. Po. Ti ta gëzosh kjo shtëpia aty thashun. E di që ti s'ke vënë asnjë tull thashun. Ndërkohë se kishe marrë vesh për lekët. Jo, s'dia gjë fare unë. Prit. Edhe në këtë kohë ky i thashun po dëgjoj këtë thashun. Shtëpinë pa lekët thashun do t'i ndajmë. Lekët e nënës. Lekët e nënës, po. Doni ta ndanit sipas zakonit që ju takon të ndjeve apo të pesë? Ne na kishte si shikoj, është histori tjetër kjo. Se kur u ndan, pra nëna ishte dakord që të kur u martua, të dish. Nëna merrte me sheshke. Ajo i herë thosë do t'jap kaq, do t'jap kaq. Po, po. Edhe ky njerëku në fakt, neve na kisha përsipër. Mua, Nazmion, edhe motrën që kishe në Itali, që thash që... Ju ka pas, në më thënë... Se neve, në atë kohë, kur erdi ky, kur hyri ky në shtëpinë tonë, njerëku, na hoqën pasaportizimin, se ky ishte nga Shinevlashi. Na hoqën pasaportizimin e na quan Shinevlash. Ky na mori përsipër. Mua, keni qenë në trung familjar? Po, trung familjar. Dy motrat e mëdha nuk ishin. Tre ishin në trung familjar. Edhe ajo edhe i thashën ti, ajo thashën mori lekët vet. Që mbajti kaq kohë. Po, bukuria, ëh. Tani do të lekët na takojnë vetëm ne të dy thashën. Është shumë e rëndësishme ta sqarojmë. Pra në trung familjar keni qenë së bashku me njerëkun? Po. Në çfarë vitesh? Në vitet 76 na hoqën pasaportin. Ju keni qenë të mitur atëherë? Biles, po prej nisën të mitur, na mori përsipër kjo. Unë në 74 kam marrë klasën 8. Okej. Atëherë kur u martua nëna ishte në klasë 8. Edhe ta kam fjalën që ai na kishte në trungun familjar. Ne të dyve bashkë me motrën, është më e vogël. Okej. Ju të tre, dhe ju kërkoni që ta, do të thonë, njëra motrë ajo i mori pjesë, ajo i mori pjesën thashun. Okej. Unë s'dia fare se çka kishte bërë ai me atë. Ndërkohë në mirë besim. Në mirë besim, i thashun, çfarë më thonë që pa problem ta. Thashun aty e thërrin të dy, thashun, ne po vjen peqeria dhe të shikon. Thërrin të dy, thashun çketi. Jo, më thonë po Covidit tash më tha mua edhe nuk punoj gjykatat. Edhe me këtë rrena majti mua këtu deri se tush një vitet sa majti me rrena këtu. Në atë kohë ky mbante nënën. Kur po mbante nënën ky, rash dyshimun se ky s'po fliste më. Nëna nuk e lindte të fliste me ne. Po pse? Kisha hasë mos i dinë flakra. Në një fragment zonja Adelina i thot në shimin e gjyqit, thot ta ka lënë thot amanet që mos të merresh me ata, ke kujdes nga ata. Pse? Për çfarë? Llafe, ti më ka vaje, por kush i ka thënë, ajo është atë janë llafe që nuk e di se kam dëgjuar ne. Mo nëna ime më fliste, më fliste me frikë biles. Kush e di çfarë presioni që kam bërë këta? Edhe u ndile aty ke shtëpia. Ha, më në, po hajde më këtu, se rri gjithë ditë vetëm ky. Ky kisharan lekët herë, vetëm tuke ky po shkallëve, ai mund të jetë rreth 50.000 euro.
Si mund t'i këtë gjithë? I ka gjithë dhe po, se vinde nëna i këshim, më gjithë e shketa, po logret për që në 97-ën, imaginoje. Ka punu nëna jo, apo jo? Jo, më bu që punon të me lekë, kishin pension të, ata kishin edhe pensionin 1.400 euro në muaj. Në Itali? Në Itali, kishin e lekët. Ajo sa rrindet i prisin të lekë, ato vetëm shtoheshin në tje. Imaginoje. Blej makinë, nuk e harroj heri, blej makinë Golf 5. Po mirë me thashë, po, nuk më këtë djallë më edhe zonë. Kësa, një për ajo, shifte me frikush e disë presoni bënde. Qa viti vdish në? Nëna vdish në 2021. Po, e varroset morë pjesë gjithë? Prit. Vdish nëna. Kur vdish nëna, atëherë u erdi, duke qaki, duke bërë. Kishim një shërptore. Nëna vdish atje apo këtu? Këtu. Në këtë kohë, kishim një shërptore, që i shërbende. Se nuk pranon të kur... Nazmiut kishte shërptore? Shërptore për nënën. Lartë, të po? Nuk pranon të për këtë, se kisha halë se mos hape dhe i tregonte për këtë gjë. Stop, nuk dyni mos i gjë, thash. Deri në këtë... Deri kur vdish nëna? Deri kur vdish nëna. Edhe atëherë nuk e di, prit. Edhe ajo shërptore, edhe që shërbende ati, tha gruaja, mu i tha ilacet e diabetit i eptja, sa e tha se i vini nga Italia, ilacet. Edhe, jo, i tha ajo, si jap ilacet të për diabetin, i tha, nuk ka ilacet. Logrit kisha në 2 muaj, 3, unë të kisha s'kënde ilace. Ju kishte bërë mishi këtu, të zotëri, e ki parasysh e plasmasi kur e thërmon kështu, copa, ke gjurë nga të krujtë, se ishe me diabet. Edhe e la 3 muaj, 4 muaj, pa ilace. Edhe në atë kohë të shi, vdiq, Okej, që ndodhe përse? Vdiq e varrosëm që në vlash. Kur vdiqe, lemrë? S'lemroj e si gjë, pa që u hapi Ku është varros nëna? Në Sineblas. Ju të shumë fjallë? Këtu për e ishë në, unë e pas, erda vetë, u futa vetë. Unë isha me operuar nga tiroidët e dojke, kisha takim në Tiranë. Edhe, që të ti? Në ndër unë grejta si që isha pash që dyrët hapur, ka dhe në e thash titën. U qova zbritën në raport, tonë, aje e kështë marrë atë, e kështë panë atë arkivolin, aty të them të drejtën ti. Kush kishte qenë një pranishëm? Vetëm Nazmio, vetëm Nazmio. As motrat as? Jo, as një nuk pranon dhe shpje. Kësha halë, i dilim... Ishte periuda Covidit? Jo, mrapa, ishte më mrapa. Okej. Më mrapa. U liruar atëherë kur të su. Qa ndodhi pastaj? Nana. Shkutu varri? Doli nëna, po them të drejtën, pra atë ditë ti si ku mu shkulli diçka të më shpirt. Edhe që ishe në thënjë vjeqe, prapë nëna as nënë. Keni pas sherri unë ndonjëherë me nënën? Sherre prektit, më hipnin, më kërcejnë neve, se më nënë dhe në rinë në këtë, vetëm atje si qyqe, hajde këtu këne. Nazmiu Markos ishte martuar. Edhe, a e kështë mashtruar, e kështë marrë legët. Jo për sekretit. Shive të shiti, historinë e legëve. Tani legët si e mund edhe shpia. Si dalim tuke puna e shpis. Tuke puna e shpive. Këtë shpi, se si ja bëri tapina e unë, nuk e di. Që kjo shpi ishte nënës. Talemet atë nuk e di, s'di që të sjave. Ishte koha që kjo dhe që vdish nëna, kjo i bëni lekët rushe kumbë, ja dhe asaj, ishte kokër leku, i telefonon të se dua kajt lek për makinën e njënë tjetër, ajo ke heri, silë të heri, zi e shante, se i kam të gjithë rrisë për në telefon, unë nuk flasë pa baza. Edhe kjo dhe që i ngelin mus për lek, edhe i tha djallit tim, të shkojnë tha bashkë në Gjorkatër, tha janë të në të arru gjatë, që janë të Pakistan. Po i kishte vdek djali vetë ndërko? Diq, 2 javë ma sana si diq, i bërë aksident, e sa arrova të të. Në aksident automobilistik. I vdiq djali në akcidentit, edhe si shduket djali që i kishte nga martesa dytë, martesa dytë, Itali. Në Itali i vdiq në aksident. Si që ja blejo makinën, kjo me lekë të plakës, ashtu i ko dhe... Të shpërplas atje. Shpërplas atje me kamion, biles më duket, se aji nuk mora si lekë, se ishe vetë fajtor. Fajtor. A ishe i piru. 2 javë më brava? Ta shi, 2 javë më mrapa, ky... Më falë, Nazmiu ndërkohë jeton të këtu, në Shqipëri, jo në Itali kur i vdiq djali. Po, nuk i këtë maj. Me Adelinën kishte më marrëdhënie? Nuk e di, për lekët ja dha, po qa pa thëmë bra, ka shumë diskutime aty në telefon që kjo thoshe Adelinë si do pësë dhe shkajt lek, jo më nduen kaj që ke përshë, ajo thoshe lekët janë të mjetë. Ja kishte marrë me mashtrim Adelina si pas versionet? Po me mashtrim se ci, e ka mashtruar i ka thonë që qketi bjeri se do rjetojnë bashka, dhe i këte moj lekët e përsollin Shqipëri.
atë. Se vite bashku kishe në Itali, atë. Ç'a ndodhi më pas? Më Arrestuar? pas, tash, ky u nisën këta për të marrë refugjat atje. Njëta kapur, gjë ka së këtë. Po del aty lajme në media që Nazmi Veseli arrestohet se dy merrte 1.700 euro refugjat. Refugjat. Morën e futën brenda këtë. Ky tash, gjatë kohës kur mora vesh mosë, se ardhin djalim tha. Një të vajta unë, çka heqe, kemi pasi makinë, nga ato bensat e veqë që janë atyre. Edhe i thash, hajde të shkojmë të shofim. Ne se vajtëm atje, tha, edhe kam një avokat atje, aja avokati më tha, duan tha 3.000 euro, tha aje, më tha, se ata tha kërkojnë, tha, edhe 10.000 euro do të futesh në, thonë 13.000 euro gjithsej. Edhe 10.000 euro tha, do të lesh në bankë, si pasuri, këtë unë, se si isha liqë nuk e di. Edhe 10.000 euro, 3.000 euro i do unë thaj. Në gjë këtë i thashun. Që pëse ti thashun, je i zotin zjerë, unë kam 3.000 euro këtë thashun. A i thashun të dalin nga, vamo, si të gjithë tjetë. A i thashun të dalin nga dhe, 3.000 euro e kënë dorë ti thashun. Avokatit. Po, se në qërë të thashun, unë thashun nuk beson njeri. Tashi, po që se në qërë thashun? Ja, dhe këto 3.000 euro? Jo, nuk e dash. Edhe, përfundimisht, folën, më mojnë telefon vetë këj. Po, kujti më këj, ashtu, kapën e bërë, po mirë të që të mundohemi, kjo rizikon të 3 vjeta, 4 vjetë, nësa isha. Edhe, mirë. Qa ndodhë me? Më tha më prit, njërë të shqitë, të themon, punë e pronë, si u lidhë punë. I thashun kështu, një gjë e thashun. Ata ai avokatët në kërkoj 10.000 euro të futëshën bankë. 3.000 euro të tonë për vete. Ku ti që më lekët ne, thashun? Po jo, po, që është puna, tha mua. Unë tha do t'jap shpinë ty, tha. Në kim, tha, futën bankë, tha. Edhe nga banka pasaj, me 10.000 euro, tha, kur dalë, tha, pasaj, i lajmë, tha, bëjmë. Mi për kësa shpisë e kështë bo pazarin kë. Kështë bo pazarin për tashit kë. Për tashit. Sa? Nuk e di se sa, pa ishte lidhë me një kukësian. Mu shkojnë shumë këtu? Sa mund shkojnë? 100.000 euro? 100.000 euro, po. Shkojnë 100.000. Edhe nuk e di se sa kështë, aje edhe për 50 shqitër e, se mos kështë lodhë kuletën e, se mos e shpia ti dhe jo. Kjo. Përfundimisht, unë ase dia, po them që e kishe dhe tapinë e kësa shpisej. Nuk e dia. Nuk e kishe marrë vesh që lekët e nënës e kishe marrë? Shdia që akoma prit. Kër mora vesh më të... Ti e qonë noterin? Edhe prit. Vajta, më morën telefon, më shkon sa merë një noter aty të Pelen, tha, ky, si ka emë në ky. Avokati? Jo, noterin që vajta e fund. Oke, po kush ta që shkon merë noterin? Vetë, Nazmio. Edhe më tha, ik merë një noter, tha, edhe thuaj tha që të vi këtu brenda në burg, tha. Oke. Me noteri, tha që ti, tha, të marrësh shpinë, tha, shpia, tha, është e jotja. Se si të ti që është lekët, ti më tha mu, shite shpinë, tha... Tha shpia e jotja? Po. E kam më përrotet në të e kam të shënuar gjitha. Pa i thot nuk kanë, në më thëmë, pretendimi ti në emision, në 2022 është unë kam letëzuar, thot, kam dhënë, thot, për ta vendosur garanci. Se është bërë për rahmet tani. Atë për të letëzuar, aji nuk kishte njeri më të sëquar se aji. Unë kam letëzuar shumë libra, mund të kem letëzuar, ty nuk mund të pësosh. Pra, lexonte, dinte të lexonte libra që lexoja unë, i lexonte edhe ai. Unë mund të kem lexuar rreth 1.000 libra në kohën e Verozës. Ato veprat e Verozës unë i di të gjitha. Aq shumë kanë lexuar. Edhe ai lexonte? Edhe ai lexonte. Po mirë, a ke qenë prezant kur është firmos ajo kontratë? Prokur. Po nuk futesh dot unë. U fut vetëm ai noteri. Po mirë, çfarë parashikonte aty? Ai thoshte kështu. Unë thoshte ke prokura. Që mos të lexon atë nuk unë s'maj më se çfarë thoshte aty po të lexosh. Lexoj vetë pastaj për mendimin tim. Lexoj vetë se mos bëj gabim me gjë. Qartë. Edhe përfundimisht. Çfarë ndodhi mbas firmosës? Firmosë e mora këtu e shkova direkt për ta pinë tash që shisha shpinë. Po. Edhe që thëti për të shisha shpinë thashun doja të shisha shpinë tjetër. Mi pasaj nuk e kam po të tapin akoma se me kam e tapin e vjetës e shpis vjetër këtu. Okej. Se kam arrit akoma të bëjët. E biles akoma se kam po se nuk më kalon halët. Qartë? Shpis tjetër, shpis time që kam tjetër. Dësa kjo i kështë gati tapin.
Një të shkuar aty unë, drejt kjo, e mora të këtij të zotërisë nga Tepelena, kam harruar emrin, po, aty të noterit. Okej. Edhe bilesi paguhet edhe 50.000 lekë, siç kërkoi. Edhe çfarë ndodhi pastaj? Prit. Edhe po plani i kësaj ishte që unë të bëja topin, edhe të tipja këti 10.000 sa euro. Po. Dhe prona me mirë kuptim do të kalonte në emrin tënd? Po, me mirë kuptim do kalonte në emrin tim. Edhe ky tash unë gjatë për një muaj, po, për një muaj ishte që do të i paguante lekët. Unë për një muaj nuk i bëja lekët. Okej. 13.000 euro. Çfarë ndodhi pastaj? Edhe vajta bilese, vajta ka shpresa si e ka. Gjoci. Po. Vajta ka ajo e thashë na duan çik shpejt ose se kështu kam problemin tim. Ndërkohë ti duhet ta shisë. Paguhet ta biles. Po pra. Ta shisë që. Po. Edhe amani thashë asaj. Bëm, ajo thot sa unë sa ta bëj shpejt, ajo shkëta bilese më bëri pa radhë në Tiranë. Të kalonte një herë në emrin tuaj, pastaj ta shisë, kështu ishte. Po, nuk ta mlenin to. Çfarë ndo se thon këtyre. Besa, që anë do, në fondacionin. Ato më thamë, do t'jetë në emrin tënd tamoj që do sot ajo. Okej, pra ti do merje kredi apo do të shisje shtëpi? Do jipja shtëpinë, do merja euro tek ti. Kredi? Po. Okej, jo që ta shisje. Pa jo më jo. Okej. Edhe ta shisja do kur dila nga burgu, do pagonte edhe. Qartë. Çfarë ndodhi pastaj? Tani, gjatë kohës, bile si lash edhe shpinat, po ato nuk e pranuan dhe se. Okej. Edhe ta kam fjalën. Në këtë kohë që na muzikot ujtë ati. Po. Edhe në këtë kohë që po diskutohej punë brenda muajit. Nëse na mblodhen keq atë, nuk u bë dot aty. Se vetëm aty që neve kemi aty në Vorë, ku është ajo legalizimi i saj. Okej. Vlat aty. Edhe aty punoi shumë. Ditë të fundit, javën e fundit që mushej muaj, që keni brendaj, e mora në telefon, qoja unë atë të thënë të vërtetën për 2 sitë e balli. Në 3 herë një javë shkoja burë, në vitë e keqet, vlamë, si të gjithë, shkatërova atë makinën ati djallit atëre, ikë të pelene, hajde, ikë të pelene, sështë pak. E nëzore pastaj? 200 km, 1 minut. Në basë kësaj, e mora në telefon, o Mika e thashun, se Mika i flisa shkurt. Në që thashun, ajo të apirë thashun, nuk bëhet aj shpet më djallë thashun për një muaj sa e kerti. Mi po unë gjatë kohës që mendoja vetën time, po këto lekët, që s'kep me lekët atje. Mi po mendoja e thoja kështu, thonë, ky lekët zdo që tregoj atë numën e asaj e ka frikë se mos i marrin lekët. Mirë, ti e kishe marrë vesh që ky i kishte lekët? Akoma. E di që i kishte bukuria? E di që i kishte lekët ky, po jo që e kishte dhënë kësaj mor. Ah, okej. Ti e di që i kishte personalisht. E kishte personalisht ky, thashun kush e di nuk do t'i japin, s'do na japin numrin e kartës e një. E pyetën ndonjëherë për këtë pjesë? Po tani pra. I thashun, dëgjoj më ti Mika, thashun. Po gjithë lekë që keni në Itali, më por thashun 162.000 euro thashun që keni në Itali. Po të rejë vëllai thashun 10.000, 15.000 euro thashun. Mirë, tu të shkon ti thashun ti nga burgu. Çfarë shtëpi po më thua mua ti thashun. U bëra të lekë thashun, bë ta pia ndeje, bëje këtë. Me lekë. Unë tha mua po ti kisha unë ato lekë. Sa thej thashun. Nuk i ke ti lekë thashun që të nanës? Jo, tha, po, si kam ato lekë, tha, ikën atë thashun, atje brenda rritës. Ikën, po, të tha se kush u ikën? Nuk më sjaroj, në telefon nuk sjaroj që do. Lekët, bjerë lekët thashun, që më takojnë mua thashun, edhe i zgjidhin problemet bashkë. Se i thashun atëre, ti i shpinë thashun, unë lekët prapë se prapë, thashun, i ndajmë, edhe burnisë këtë. Atëherë. Pra ti doje që shpinë ta mbante ai, lekët i ndanit ju të dy, vetëm ju të dy. Po, për këtë muhabet tash, shkova ke Eni Çobani, shkove ti apo shkoi ai? Jo, prit një minutë, sa më mbrapa shkoi ai. Shkova me gruan. Prit, para se të shkojmë ke Eni. Po. Ai doli nga burgu pas sa kohë? Jo, nuk doli nga burgu. Sa muaj bëri gati 6 muaj? 6 muaj a më shumë. Okej. Edhe atëherë nuk erdhi më ti. Ku jetoi ai? Iku herë në Itali atje, se çaj, e për zuri ajo, sa ajo lekë ti mori futin se çfarë donte më këtë? Kur doli kërkoi shtëpinë vet? Po prit po. Okej. Kur doli para se ditë nga keni shku ju të parë keni Çobani kur mora vesh që vate keni Çobani i thashun
këtu është puna. Ai thashë ka vajte 4 lekët, asaj për hallin tonë. I thashë ish gruas vetë, çketi tha do të ndihmoj, unë tha ne këtë bambo. I thash bile se pinetën, e kanë pinetën të gjithë bisedat e këtyre që kanë bërë për lekët. Si i thoshe ky do shazë këtë. Në këto çaj thon këtyre. Më që regjistron do që janë kartë. Këto që i futën për telefona. Edhe më tha më kjo mirë sa rregull. Më tha kjo ta çketi, llafet e kësaj. Jo, pa kjo që s'para kishim lek shumë, nuk më e varë shumë. Eni Çobanin. Se ajo është mjeshtër e lekut. Çfarë do thot mjeshtër e lekut? Mjeshtër e lekut, pa leka nuk bë punë. Ne kemi parë raste që kanë dalë publikisht, pra. Publikisht. E vetëm një dorëzim dokumenta që ti lexohet edhe 350 euro. Eni Çobanin. Se nuk e di. Ju keni paguar? Jo, nuk paguaj dhe për ne e la zvarë e punë, nuk na po, nuk na. Çfarë kërkoni ju keni Çobani? Kërkoja të llogarisja që për në Itali që të merrte të kalonin lekët nga ajo, ta vinin neve ose që na takonin lekët. Okej. Të ndërrynte kjo domethënë. Keni dalë ju të parë ndonjëherë keni Çobani? Jo, nuk dola. Okej, pastaj ka shkuar edhe tani. Pas doli nga burgu ky, ne prit për Eni Çobanin, gjelën ato letrat e gjona që lam aty në ke Eni Çobani, edhe mbas asaj kur i thashëm këto që siç e thashë për lekët, nuk i fola më. Ai bën 6 muaj burg, doli nga burgu, shkoi ke Eni Çobani, siç e dini vetë, siç është ajo, që është komplet, po them 10 herë komplet, është një mashtrim i ulët që është bërë dhe figurës time. Eni Çobani, emrin tim s'do ta përmendte që bërtisa aty Kujtim Veseli, policia futuni me dhunë. Ju donit të, domethënë ju e kishit vendosur të shkoni dhe nuk shkuat, kështu ishte. Jo, nuk shkova se e morëve se ajo s'na marrë punë, ne vendëm aty për ajo që vajte unë, këty që i dha eurot, vajte, hapi gjyqi, ku se për mua jo. Po, ka paguaj, kam telefon. Mirë, pra, juve s'ju ka kërku leka, po s'patet mundësi të paguani. Kisha mundësi të paguaj, Allah, ku që lekun. Po kundrejt shërbimit juridik, apo jo? Për shërbimin juridik. Nuk e di se që kishe një hyrje aty me i pallat, këto në Tiranë, kjo. Edhe bilesa aty ku vete që i marrë të letra aty filloi sherrri madh duke u zonë me keni për kallëzim? Po me para kallëzim aty doli një prokuror aty nuk është vrarë njëri, tha ai nuk është plagos njëri, ku të çakatroi, edhe e mbylli. Tani nuk çaj dot me Eni Çobanin, nuk çaj dot me Eni Çobanin. Nuk çaj dot. Nazmiu pretendonte në atë emision, por edhe këto që ju ja keni marrë nëpërmjet mashtrimit këtë film. Jo. Tani Nazmiu nga 2022 kur ka dalë në emision dhe deri më sot, kur deri para pak ditësh kur ka ndruar jetë, është vetëvarë, ku ka jetuar? Keni tentuar të zgjidhni problem? Unë të zgjidhja problem. Të më silli lekët, më zotëri, thash, më sill lekët, hajde ta zgjidhim. Po të pyes, keni tentuar ta zgjidhni me intervencion? Jo, ai vetëm shante rrugës, shanin motrat e mia rrugës, nuk shkojnë aty t'ia marrin lekët asaj ish gruasit. Është e provuar që i ka Zoja Delina ka dalë në emision dhe ka thënë që edhe siç ta thash, pra ka dalë dhe akuzonte burrin e saj, vllain tuaj që të mbash pin, po. Edhe unë i thash kështu, të më silli lekët tash që më takojnë. Të më silli lekët tash që më takojnë. Po. Jam rregull. Atëherë euro ka qenë 120 e sa. Në 2020. Ku ka jetuar Nazmi? Po në Qirakte, ikte në Itali, rrinte andej, vinte prap. Tani, si mërë të veshë vllai juaj në Erdhi policia këtu ke porta, edhe tha, vllai Nazmiu tha, ku ka jo, e çaj ke ta Nazmiu tha. Nazmiu Veseli, e kam vllai. Me ka shpinë Nazmiu. Jo, unë jam vllai thashë. Aty erdhën këtu, më tha nuk e tham fillim se i vindesua aty. Më tha mua, i tha ka bërë vetë vrasje. Tha, u ka varur, tha, ke varri nënës vetë. Ja pati kusur asaj shkretës. Nasibes, ja pati kusur. Si duke ka vajtë këtë qarë aty, si mendoj unë. Të këtë qarë ke varri asaj dhe ka varur vetëm. Kishte lënë ndonjë letër, tha gjithë ja, letër. Unë kisha qef me lejen tuaj. Unë kam dëshirë shumë që ai telefonit ati të hapet. Doni që të hapet? Keni thirrje për prokurorin këtë gjë?
Po nuk e di tani telefonin e kishte ky policistë. Si Nuk e kishte? morëm telefonin. Nuk e morën telefonin, thashën të hapet ai telefon. Po i kërkoni që të hetohet telefoni dhe çfarë ka Të ndodhur. hetohet telefoni, çfarë ka ndodhur, si ka ndodhur, të gjitha këto, se nuk erdhën një herë të vinin orët i vlla, unë këtë budallik e bëra. Hajde këtu. Këtë budallik unë e bëra. Njëra nga motrat ishte shumë agresive ndaj josh. E madhe më duket. E di, edhe janë dy gjyqe të Eni Çobanit. Sepse edhe gjyqi që ka dalë edhe me motrën. Me motrën Po janë dy, janë dy. Po, tani Kur do? si u ndjet mbasi mori vesh ju vlla juaj Të them drejtën, të them të është drejtën. vetë varur për shkak të gjithë kësaj Jo, nuk është shkallë kësaj. vllai juaj duhet ka braktisëm ka ngel jashtë, ngeli O braktisë. dëgjoj, atë shtëpia im urti zotëri. Për këtë shtëpi po Këtë flasim, shtëpi, pra thuhet që ka ngel jashtë. Ai prap do ta shiste. Ai ishte mësuar me lek të madhe për tuar. Ai Po në fund ngeli pa asgjë. po pra ngeli pa asgjë, po ai këtë shtëpinë e kishte ja kishte atë pazarin. Si përgjigjen ju? Po nuk erdhi më burr. Si përgjigjen ju akuzave që janë bërë gjatë 3 viteve të fundit, që ju i keni marrë shtëpinë Jo. nëpërmjet mashtrimit dhe shtëpinë që m'fal, ta mbaroj pyetjen që ta si përgjigjen ju që ju i keni marrë shtëpinë nëpërmjet mashtrimit, si përgjigjen ju akuzave që është bërë dhe nga Nezmia po dhe nga Adelina ish bashortja që i keni marrë shtëpinë e djalit të vdekur këtë Ku që shtëpi djalit vdekur më burr? dhe që nuk keni treguar vllazëri në këtë pjesë. Si përgjigjeni për opinionin publik, sepse është shumë e rëndësishme sot të flisnit dhe të na tregonit një anë tjetër që nuk e dini. Tani, për opinionin publik unë them këtë. Shkaktari kryesor që arritën deri këtu është vetëm Eni Çobani. Se Eni Çobani, gjyqin e parë jam dakord me që doli me motrën, nuk vajta. Po të më kisha thirrur gjyqin e dytë, që ishte Adelina, unë do kisha vajtë dhe kisha nxjerr fill e përpe, ato që Eni Çobani A jeni lidh në telefon? me cilë? Me herën e dytë me Adelinën. Keni folë në telefon mos? Me Adelinën, jo. Jo, fol. Folë, ke fol? Ke fol. Ke thënë vetëm që Jo, unë thash kështu. ardhjen tënde nga je? Kaç ke thënë? Thashëm kështu. Thashëm nga ka ardhur, thashëm që Pse përgjegjësi Eni Çobani kur ajo ka tentuar ta ndërmjetësoj? Nuk ndërsoja. Nuk ndërmjetësoja Eni Çobani. Nëse s'do ishte futur Eni Çobani, prap konflikti do ishte i hapur. Jo, të hapte gjyq. Vetëm mua mos më nxjerrte kot, më nxorri një njeri, një mizor, nuk e di se çfarë fjalë të përdor më, që sikur unë tash ja ka marrë shtëpinë, me dhunë aty, ai shtëpi zotëri e dha vet. E thirrri vet atë noterin, që ai është një njeri i nderuar, është akoma në punë, ishte ashtu me mashtrim me gjëra, dhe kishin futur në burg noterin, shpresa zonjë se ka, do ta kishin, po ishte mashtrim që na thon. Keni qenë gjyq gjatë kësaj periudhe me vllajën tuaj? Po. Edhe kisha avokate Eni Çobani. Ka pas Enin Çobani. Edhe bile si thash, si çfarë ka vendosur gjykata? E kemi fituar. E ka fituar gjyqi më zoti. Sa të gjyqi duhet i I doli humbur. Eni nuk u paraqit vet. Nuk u paraqit, vuri një avokat. E dini e humbta gjyqin, ashtu se filli fare morën me vrot madhe. O policia, thosh aty në YouTube. O policia, shkoni shkrini te bilesi, e tha Arditi. Në policia tha kemi respekt, tha Arditi, po nuk mund shkoj policia aty, shkepi shpinën e tjetër. Zoti Ka kujtim. ardhur policia dy herë, letrat i kemi treguar. Jo treguar, edhe pa ikur. Sot e kësaj dite, sipas mendimit tuaj, mund të kishte një lloj zgjidhje tjetër për vllajën tuaj që të rronte sot, sepse mesazh duket Nazmiu ka ngel i vetëm nga. Po pse se erdhi më? Të vini me dy motrat, me të dyja motrat, thoshin ora ti vlla, çfarë problemi ke? Pse arriti merre mbaje, të teqeri jeni, ta kam fjalën këtu. Që nuk erdhën një sqaruar sot me çfarë lloj mënyre, dhurim, testament, si e ka bërë nëna juaj që t'i kaloj letrat Adelinës. Ajo është mashtrim, e ka bërë avokat Franco Çonfoli. Në varrimin e vllajt, u tha që shpenzimet ja ka paguar Nezmia, motra e Gjermanisë. Nezmia, njëri pa ta thënë këtë detaj. Unë, si me kojnë ka riket aty, që i kisha bërë gati shpinë. Bërë gati shpinë, thash unë përvin të këtë i shkan lokalin aty. Edhe e more e bërë gati shpinë, më qënë mesazh zonja Nezmie, ish motra ime, se motra të nuk e kam, me ata që bërin Varreza, që trupin e Nazmiut mos e prekni nga morgu, se
Do merremi ne me atë. Ku ne i kishim Mos e morë. gjitha. Shkova ndarë, e nderova si gjithë ashtu. Ta nesërme nuk shkova se... E keni shku e keni nderu? Po, ndarëva. Ndarë, se senata. Janë kamerë. Në çfarë vendi? Tuk e Tafa, si Okej. Ta,